më të dashur, për mësuesin e njerëzimit, për Muhammedin alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët e përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamati i dashur, sot është dita e xhamat, dita më e mirë e javës. Elhamdulillah, Allahu neve na ka mundsu e na ka dhënë shëndeti, na ka dhënë pra sigurinë tonë që na me ardh me fal namazin e xhamats. Prandaj falenderojmë Zotin fillim e mbarim. Në këtë ditë xhamaje e lutim Allahun të ban kabul namazin e xhamats. Lutim Allahun që neve të na mbron nga azabi i varrit, të na mbron nga shoqëria e keqe, e të na ruan e të na mbron nga borxhet. Kjo ishte një nga duat që i ka bën pejgamberi jon alayhis salam. Pastaj lutim Allahun që familjet tona Allahu t'i ruan e t'i drejton. Lutim mbi gjitha xhamat që fjala jone e fundit e dal prej kësaj bote me u kon duke e thonë me gojën tonë, me bindje e me zemër, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Ka thonë pejgamberi jon alayhis salam, kush vdes duke thonë la ilaha illallah ka hyrë në xhennet. Allah inshallah gjithve në boft nasib xhennet. Thot Allahu në Kur'an e Kerim, pasuria dhe fëmijët janë bukuria e kësaj bote, ndërsa punët e mira kanë shpërblim më të mirë tek Zoti dhe kanë shpresë më të madhe. Xhamati inshallah këtë xhamat do të folim për ata çfarë Zoti në Kur'an ka përmend pasuria dhe fëmijët janë bukuria e kësaj bote. Secili prej neve e mendon që evladi i tij mu kon i hajrit. Evladi i tij mu kon i mirë, i dobishëm, edhe tamam ti si prind mu kon i kënaqur dhe mu kon krenar me evladin tan. Prandaj fëmia është bukuria më e madhe që mund ta ketë prindi në këtë botë pas imanit. Alhamdulillah, ndrat parë që jemi musliman. Ajo çfarë e kënaq një babë dhe një nanë kur e ka një evlat mirë. Fëmia xhamat për prindin është si dritë e asive. Mirë po aq sa është e madhe lumturia kur Allahu neve na fal evlat. Njëjtën kohë po ky fëmijë mund të kthehet në breng të madhe për atë prind. Fëmia xhamat mund ta mbajë lart emrin e babës duke u qenë i mirë. Po të njëjtën kohë mund ta poshtroj babën e vet duke qenë runa Zot ai fëmijë jo i hajrit. Sa baballar krenohet me vladët e vet. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe normal kjo është shumë krenari për secilin prind. Mirë po runa Zot kur ndodhe kundërta dhe baba e nana nuk ka të shef me pa e vladën e vet deri në këtë drejgje, ai ndjen veten keq, ndjen veten i shqetësuar pse vladi jem ka ardhur deri në këtë drejgje. Si zakonisht kur ditërit martohen xhamat, ata kanë qef që Zoti t'i gëzoj ato me evlat. Kjo është shumë në rregull, por një e mirë më e madhe do të ishte gjithmonë kur ta lutim Zotin, o Zot në evlat, ama në evlat hajrit. Çto çalojnë disa prindër, atave që lutin Zotin me pas një evlad. Mirë po, shtoja edhe një fjalë, o Zot, nëse më gëzon me evlad, të më japësh pra një evlad të hajrit. Dhe ai i cili përqendrohet edhe bën dua me i dhënë evlad, tamam që i lind, pastaj ka prindër të cilët e harrojnë një sen shumë e rëndësishëm. Ai përqendrohet me ja bën një jetë të mirë. Ai përqendrohet me pas një veshbathi shumë të mirë. Qëllimi më i lartë i tij çish më siguru vetëm atë aspektin material. Si jam më siguru vetëm anën materiale. Dhe ka prindër të cilët e harrojnë xhamat tërbijen e evladit vet. E harrojnë edukimin që duhet me pas ai si prind. Atar xhamat, kush konsiderohet një fëmijë i mbar? Fëmijë i mbar konsiderohet ai që kur e shet të gëzon. Ke pa baba, edhe nana kur e shet vladin e vet, ai pra ti të gëzon. Pastaj kur i flet të dëgjon. Që kena fëmija i harit xhamat, një vlad i hajrit. Ti i fol, ti e këshillon edhe ai të dëgjon ti. Është ai që të ndihmon
sa jeti i ri, po dhe kur të plakësh të qëndron afër teje. Evladi i hajrit konsiderohet xhamat ai i cili përpiqet të lehtësoj hallet e tua e jo të shtoj gajlet e tua. Kjo është evladi i hajrit, që mundohet me çdo kusht sa më pak për me pas halle e gajle si prind. Evladi i hajrit është ai që kur ti vdes, pra ai të përpiqet, ai mundohet të respekton në gjitha mënyrat e tua. Gjitha mënyrat e ti, më falni. Kur të vdese baba dhe nana, ai të respekton, si të respekton xhamat. Ai të respekton shokun tanë, shokun e babës. Që kja është evladi i hajrit xhamat. Zatën edhe neve na ka porosit pejgamberi jon alayhis salam me respektu shokun e babës. Kja është evladi i hajrit. Edhe qetra pasi të vdesësh ti, pra prindi pasi të vdese, ai lutet për ti. Ai lutet për ti. Dhe mendoje xhamat, ti si prind, bab edhe nan, kur të dalësh para Zotit, ti ki me pas shumë sevape që nuk i ki bo ti. Dhe ki me pit, o Zot, prej nga këto sevape, do të thuhet ti si prind, do të thuhet çdo prindi, evladin e hajrit e pra dobishëm që ti ke lënë pas vete ka bon doa për ti. Dhe ai prindi cili fal, ai fëmijë cili fal namazin rregullisht. Në namaz xhamat dhe pas çdo namazit ai lutet për ti. Ne falim namazin e xhamas në rekatin e ditë, pas tehiatit, pas salavatave, vijnë pra doat. Këto doa ne ja mësojmë edhe fëmijëve të juve, nipave dhe mesave të juve. Edhe çfarë thojnë na për prindërit tonë? Thojmë Rabbena gfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, më fal mu, prindërit e mi, bab e nan, dhe gjithë besimtarët ditën kur do të bëhet llogaria përfundimtare. Kja është evladi i hajrit xhamat. Ti nesër kur do dalësh para Zotit, ki mu çudit me evlad, ki çudit me ato sevapat e tua që realisht ti nuk i ki bë, dhe evladi jot i hajrit, evladi jot i mbar, kalon ka bën për ti duat si besimtar. Atëherë xhamat, me që secili prej neve ka qef dhe dëshiron që me evladin e tij të jetë krenar, edhe ai të jetë i mirë. Lind pyetja, si mund të arrihet që kjo dhuratë e madhe të kthehet për ti diçka shumë me vlerë? E para xhamat, detira e parë që ne si prind e kemi kundrejt fëmijëve tonë, është pra në të jemi jernek i mirë për evladin tonë. Zakonisht xhamati jonë ka qef me ngu, që duhet ato neve me në ngu. Kjo është shumë në rregull, që duhet ato neve në respektu, mos me në kthi fjalën e krejt që to sene. Mirë po, linë pyetja xhamat, para se me në ngu ato neve, e me në respektu, e me në nderu, e mu kon drejt, e mos me rrejt, e mos me mashtru. Ato duhet me marrë dikun një model, a fëmija jonë duhet me marrë dikun një jernek, e jernekin më të mirë xhamat. Ku e marrim pra? E marrim nga sjellja jonë dhe nga punët e tona që i bojnë. E pse xhamat? Sepse fëmija shumë pak dëgjon e ma shumë të shetije. Fëmija shumë pak dëgjon ti sot do t'i folësh, ama ma shumë aja të të pa me sy se çfarë ti je duke bon jetën tane. A dini pse xhamat? Sepse fëmijët e tonë, për neve, për ti dhe për mu, ato pra të shep baba dhe nanën si njerin më të mirë, njerin më të drejt, njerin më sinqert. Kështu të shetije, i fortë, i fuqishëm, nuk ka diçka që munësh fëmijës me ja hek dashurinë për babën dhe për nanën. Po flas kur është i vogël. Mirë po, ai gradualisht duke u rrit, sheh shumë sende të baba dhe të nana. Për shembull xhamat, nëse dikush thirr në shtëpi, edhe ti i thuhet djalit apo çikës, dir thuaj se s'jam unë në shtëpi. Nesër
ditët e ardhshme xhamat, ku e di mas një muj, mas një vite, mos u çudit kur të rreje tije. Pse ai e ka marrë një jernek, e ka marrë një model për babës, se ta në ti thush, ka u bon, pse po më rrejnë mu e vladi, e ke mësu xhamat, e ke mësu se ka thirr dikush, ti ke thonë, dil thuj se nuk jam unë në shtëpi, a baba më rrejnë në shtëpi. Jerneki, modeli, pra i gradualisht mundet me pa. Prandaj, nëse e instalojmë pra modelin më të mirë, kështu për thamë, një aplikacion, ja jep fëmijës tanë se kush i ti si babë dhe si nanë, dhe çfarë je në gjendje me bon për evladin tanë, mu të regu i drejt, i sinqert, mos me përdor mashtrime e rrejna, e mos me përdor sharje xhamat për evladit tanë. A i nesër kur do të rritët, ka me pas turp mu sharë, a i nesër kur do të rritët, ka me pas marrë me mashtru, e me rrejt, e me bo senet këshia. Por gjithmonë, ka me pas parasysh se, unë kër jam koni vogël, baba jam kur nuk ka përdor fjallë në dita, kur nuk e ka shak, kur nuk e ka nënshmu, e nuk e ka përdos në anën time absolut. Edhe i duke u rrit, e kupton realisht, ka e pas ka model, apo ka e pas ka jernek më të mirë. E ka xhamat që thojnë kështu, ka prind që thojnë unë dështova në edukimin e fëmijës tem. Atër linë pitja e çfarë mundet me bo. Këtyre prindërve xhamat, për kundër angazhimit tyre, për kundër përpjekës që e kanë bo, ne i themi atyre mos i shkëput shpresat tek Zoti. Asnjëherë kur mos i shkëput shpresat tek Zoti. Për kundrazi, lidhjet e tua me Zotin sa më fort bani, dhe gjithmonë ban dua për evladin tanë që edhe ai drejtohet dhe ta shifësh pra në rrugën e drejtë. Pse xhamat? Sepse ka prind që thojnë se une dhash mundin për ta udhëzuar ata në rrugën e drejtë. Dhe e prindi dikur pra vdes me qatë shqetësimin dhe me qatë gajlen se çka u bom me mu si prind. Unë mirë kam insistu, e kam eduku, mirë po fjala jeme nuk kaloj. Mos harro xhamat se mundet me kalimin e kohës, ai evladi i hajrit të pendohet inshallah, të pendohet dhe të kthehet duke bën punë të mira dhe ti nesër kime pa shumë ato sevape që i përmendëm pak më herët. Kurani fisnik neve na tregon se si Zoti e ka dërgu Musajin a.s. dhe Hizrin me një udhtim shumë të largët. Çfarë ka bon xhamat Hizri në atë kohë? Ka kalu pranë një muri i cili ka qenë duke ushem. Edhe atë mur e ka drejtu, edhe njëherë pra e ka ndërtu që nga fillimi. E ka ndërtu që nga fillimi, dhe Musaj a.s. është habit që ka u bo një mur, një duvar, po bemo po rëzohet, ti po e merë, po drejton. Izre i ka thonë xhamat, bënd fjalë për dijetim të vegjël, që baba i tyre ka vdek. Mirë po jeta e ati e prindit tregohet se ka qenë vërtet njëri i mirë. E unë ndeshta që kur të rritën ata, në fundin e ati muri ka një thesar, pra ka një thesar të pasurisë, dhe tamam duke u rrit ata muri do të bie, edhe ata 2 fëmijë jetim do ta marrin atë pasuri. Ama pse bashkë këta? Sepse Hizri ka pas informat se ata e kanë pas një bab të mirë. Prandaj, ai prind i cili e shef vladin e vet, jo ku po ka të shef ai, mu koni mirë, e i drejt, e i udhëzum, mos harro se inshallah ti që ki bon kontributin dhe ke dhon për evladin tanë, mu konë a i hajrit me kalimin e kohës edhe pas vdekjes sande, keme pas se inshallah a i ka për mu drejtu në rrugën e drejtë. Detyra e ditë xhamat që kemi kundrejt fëmijëve tonë është që ne ata ta këshillojmë për të mirë dhe ta ndalojmë nga e keqja. Që ne ata ta këshillojmë për të mirë dhe ta ndalojmë nga e keqja. Këshillimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, kë nuk ka arsye me thonë, unë nuk jam hoxh, e unë nuk jam mësues, e unë nuk jam i shkollum, unë nuk kam lexu, e si mund më ja kthi, unë si mund ta këshilloj evladin tem. Thjesht xhamat, shumë një fjalor shumë thjesht përdore
me vladin tanë. Ama keme pase këshillat e tua, gjithmonë kami parapri ai modeli i mirë që ti e kanë, dhe pastaj ka me kalu fjala jote inshallah. Mirë po me një kusht. Porosisim gjithë prindit xhamat me një kusht. Edhe kur ta këshillosh për të mirë, këshilloje me të mirë e me të butë. Edhe kur e dëshiron me ndalu nga e keqja, përsëri këshilloje me të mirë e me të butë. Ka prind që nga vullneti i madh, nga dëshira e madhe për me largu nga runa Zot, nga ato në vesat e këqija, ai e ranon me shumë fjalë të rënda, ja thot çka i vjen ngoj, edhe më në fund thot mua e vladi mu nuk po mëngon. Gabim a xhamat, si po i drejtohesh ti e vladit tan, me çfarë fjalori po përdor kundrejt e vladit tan. Këtu është ai gabimi i disa baballarëve dhe nanave që e ranojnë e vladin e vet, e bojnë për kërkon, edhe i thot unë ti po ta du të mirën. Kjo nuk ashtu unë xhamat po ta du të mirën. Fjala e butë që mundesh mi a thonë ti ndikon shumë më të madhe, edhe ka rezultat, ka efektin pozitiv, dhe kundërta nëse i fol edhe për të mirë, ama përdor fjalë të rënda, përdor metodë jo të mirë për ta bind ata, ka me pas ngecje dhe nuk ka me përfit fjalën tënde asnjëherë. Kur jemi te këshillimi xhamat, mësoje fëmijën tënd me fol vetëm të vërtetën, që ai kur asnjëherë mos të rrejë. Ama kujtoje xhamat para se gjithashtu më kon modeli mirë për e vladin tanë. Bahu përsëri shembull i mirë, dhe nëse ndodh diçka në shtëpi xhamat. Për shembull, për shembull ka thiti gitronin, e ka bën një problem material kështu mrena. Mos e ban atë të madhe, pse për shembull ka prish klimën. Sa e mund zëvendësohet, e mund të ndreqet ai, e çon majstor edhe rregullohet. Ama ai vesi i keq, ato moralet e këqija runa Zot, ato dojnë kohë derisa të përmirësohet. Këtu është disa se përqendrohen vetëm në sende që ati ja gjek zemrën, pse e ki prishti telefonin, e pse ki bo këtë punë, dhe ai e mendon se mbi gjitha për babën tem kanë në telefoni, edhe e harron qëllimin kryesor në edukimin e fëmijës së tij. Detyra e tretë xhamat që duhet me pas prindi kundrejt e vladit vet është duaja. Është lutja. Këtu pak ja vlen për të ndalemi edhe të mendojmë mirë cilat janë lutjet e tona kundrejt fëmijëve tonë. Ka disa prind të cilët luten me çdo kusht runa Zot kundër e vladit vet. Për një problem të vogël që i ka lind atij, ai e ban të madhe, edhe nëse ka bën një mëkat, përsëri xhamat, nëse ka bën një gabim, përsëri për ata lutu për të mirë. Kur asnjëherë mos e mallkoje vladin tan. Kur asnjëherë. Kur mos ban dua me mallkim kundër e vladit tan, sepse ka hadith xhamat, që ka thënë pejgamberi jon alayhis salam, mund të ndodh që Zoti te pranon duan e tëne babës dhe nanës, dhe pastaj të i ndodh shumë këshia e vladit tan. Ka një hadith, pejgamberi jon alayhis salam ka thonë kështu: lutuni për çdo gjë. Mos u lutni kundër vetëve tuaja. Lutu për çdo gjë. Mirë po, mos u lut kundër vetes tënde. Ki pa disa nisin e mallkojnë vetën. Nëse diçka nuk hec marr, nëse diçka i ndodh atij, ka probleme, edhe ai ban dua kundër vetes xhamat. Kjo nuk është në rregull. Mu paskon unë i mirë, e Zoti mu më qështu më kishë vazbo, unë Zoti pse mu më sprovoj me vlad, e pse Zoti mu më sprovoj kejtë që të sende, mi a rikujtu vetës xhamat. Kjo në a.s. e përmend, mos u lutni kundër vetëve tuaja.
Sa i thot pejgamberi jon alayhis salam, mos u lut asnjëherë, mos ban dua kundër fëmijëve tu, kur. Sa do gabimet këtë bëhet xhamat, e sa do të këtë sjell probleme në shtëpi, ti këtë bëhet dikuj tjetër, përsëri ti lutë Zotin, ngriti duart që Allahu ata ta drejton e ta udhëzon. Këta banë xhamat, sepse runa Zot mund ndodh një moment që ai e luti dhe pastaj Allahu ka për ta pranuar doën tënde. Pastaj thot pejgamberi jon alayhis salam, mos u lutni edhe kundër pasurisë tuaj. Edhe kjo është shumë me rëndësi për ne si besimtar, mos mu lut kundër pasurisë tuaj. Nëse diçka ke pas një krizë ekonomike dhe me bën dua, o Zot merr me pasurinë, o Zot çfarë duke ndodhur me mua, dhe sigurisht pra ndodh runa Zot që Allahu pra ta pranon lutjen tënde. Përmendet me një rast dhe po e përfundojmë kur një prind ka shku me fëmijën e vet te një nga dietarët e asaj kohe, Muhammed ibn Sirin. Dhe i ka thonë, o ti dietar, çfarë muj me bëu me vladin tem kur kimi ka sjell gjithat këshijet në shtëpinë time. E ka vetë ki dietar, ka thonë, apo më kallzon drejt. Atë ka ndodhur donjëherë me bën dua kundër e vladit tanë. Ka thonë, atë ka ndodhur donjëherë me bën dua kundër e vladit tanë. Është përgjigj ki prind, ka thonë, po tregoj drejt, kam bën dua me gjithë zemër kundër e vladit tem. Pastaj ki dietar, Muhammed ibn Sirin, i ka thonë këtij, para se me ta shkatru jetën ki e vladi jot, ti ja pas ke shkatru jetën e vladit tanë. Ti ja pas ke shkatru, sepse ti pas ke bën dua kundër e vladit tanë dhe ajo tu ka kthi pra një jetën tënde. Prandaj xhamat, të kemi parasysh gjithmonë atë detyrën e parë që e kemi na kundrejt fëmijëve tonë. Pika e parë xhamat, kemi model i mirë për fëmijët e tonë. Tham fillim zakonisht xhamati jon është i mësuar respekti i fëmijës kundrejt babës. Kjo është shumë e vend sa duhet me nderu, por mos harrojmë se fëmia gjithmonë sheh pra një model. Modelin më të mirë e sheh te baba edhe te nana. Pika e dytë apo detyra e dytë që e kemi ne kundrejt fëmijëve tonë xhamat, ti këshillojmë për të mirë dhe ti ndalojmë nga e keqja në formën dhe metodën më të mirë edhe më të butë. Sa do gabimet ban e vladi jot, kur asnjëherë mos përdor metodat këqija në ndalimin nga e keqja, por gjithmonë përdor metodat mira për ta bind e vladin tan, për ta ndaluar nga e keqja, e nëse është edhe mirë, përsëri përdor metodat mira edhe më tepër me vazhdu me punë të mira. Edhe e fundi xhamat, lutja për e vladin tan. Kujdes xhamat, kujdes nëse i mallkojmë ata, por gjithmonë lutu për të mirë, e inshallah Allahu ka për ta ruajtur fëmijën tan. Lutim Allahun e manushëm xhamat që e vladet e tonë Allahu t'i ruan nga rrugët e këqija, ata t'i udhëzon në rrugën e drejtë inshallah. Lutim Zotin që ata të jenë shembulltir për ne përderisa ne jemi gjallë, dhe pasi të vdesim ne sigurisht inshallah ato do të vazhdojnë duke bën punë të mira pa ndal, dhe nesër ti si prind kur të dalësh para Zotit kemë pa shumë sevape që realisht ti nuk i ke bë, dhe këtë kjo si rezultat do të kthehen te ato sevapet e ti, sepse vladi jot ka bën dua për ti, e ka bën punë të mira. Allahu i ruajt vlladet tonë inshallah. Allahu e bof kabul namazën e xhamas. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Al-Fatiha.